Parazitët e zorrëve mund të bëjnë kërdi në trupin tuaj, ja receta për t'i pastruar. Prania e parazitëve në trup mund të shkaktojë infeksione që dihet pas disa ditësh mund të kthehen në sëmundje serioze për organizmin. Përveç medikamenteve, ka edhe mënyra për t'i luftuar ato në mënyra natyrale. Përdorimi i këtyre erëzave ose bimëve për të cilat do të flasim në këtë video është i rëndësishëm të shoqërohet me një regjim të duhur ushqimor dhe të balancuar, të cilat do ju ndihmojnë në lehtësimin e komplikacioneve tuaja derisa të merrni gjithashtu zgjidhjen përfundimtare. Hudhrat e freskëta janë në një zgjidhje shumë e mirë kundër komplikacioneve të parazitëve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Hudhrat mund të konsiderohen si një nga produktet më të zakonshme të kuzhinës, por kanë aftësi të pabesueshme në luftimin kundër problemeve të parazitëve, të cilët rriten në trupin tuaj. Kjo bimë ka shpëtim më shumë se 60 tipe të bakterieve dhe të kërpullave në trup, ndërkohë që detoksifikojnë trupin nga toksinat e padëshiruara. Hudhra mund të integrohet më lehtë në vaktet tuaja ditore duke e konsumuar e gjallë në sallata, në supa, në gatime e të tjera. Karafili gjithashtu është një tjetër erëzë shumë e fuqishme kundër problemeve tuaja siç janë parazitët e zorrëve. Kjo bimë përmban eugenol, tanine, gjithashtu edhe elementë të cilët konsiderohen si anti-inflamator, të cilët janë në gjendje të largojnë bakteriet dhe mikrobet e dëmshme, sidomos edhe parazitët. Komponentët e karafilit janë në gjendje të luftojnë çdo parazit ose problem të mundshëm së bashku me vezët e tyre duke i larguar përfundimisht nga trupi juaj. Karafili mund të përdoret për të luftuar edhe probleme të ndryshme siç është zgjebja, si dhe infeksione të tjera të parazitëve ose të viruseve. Një mënyrë tjetër për të lehtësuar gjendjen tuaj kundër parazitëve janë edhe farat e kastravecit. Krimat e zorrëve mund të eliminojnë trupin tuaj nga parazitët dhe gjithashtu ju duhet t'i ktheni ato në pluhur përpara se t'i përdorni për trajtimet për krimat e bezdisshëm që jetojnë në aparatin tuaj tretës. Grini disa fara kungulli dhe shtoni ato në sallata ose në smoothie, do ju duhet të paktën gjysmë kupe për një efekt më të plotë. Në ndihmë në shëndetin tuaj kundër parazitëve mund të vijë edhe xhenxhefili. Kjo bimë e veçantë mund të përmirësojë tretjen, qarkullimin e gjakut dhe gjithashtu mund të përdoret për të trajtuar të vjellat ose gallëzrat e shkaktuara nga parazitët. Ngrënia e xhenxhefilit mund të sistemojë sistemin tuaj tretës dhe ta bëjë të funksionojë më mirë duke vrarë parazitët dhe bakteriet që jetojnë brenda jush. Mënyra se si do t'i largoni ato janë të ndryshme. Infeksionet e krimbave janë një infeksion shumë i zakonshëm që prek zorrën e trashë dhe zorrët në përgjithësi. Këto krimba gëlltiten lehtësisht dhe udhëtojnë nëpërmjet sistemit tuaj tretës dhe vendosin vezët e tyre në palosjet e lëkurës, afër edhe fund shpinës. Është shumë infektive dhe mund të shkaktojë gjithashtu probleme dhe mund të jetë ngjitse nga personi në person. Simptomat e këtij infeksioni te njerëzit përfshin kruajtje, pagjumsi, nervozizëm, shqetësime, dhimbje të nervave dhe gjithashtu simptomat të përzierave. Ju mund të parandaloni infeksionin duke larë zonat si duhet në mëngjes, duke ndërruar çdo ditë edhe rrobat, duke larë duart më shpesh, mos prekni zonat e infektuara. Përveç kësaj mund të provoni disa ilaçe shtëpiake të cilat mund t'japin rezultate fantastike në gjendjen tuaj. Një prej tyre është edhe karrota. Ato janë të pasura me fibra të cilat ndihmojnë në qetësimin e sistemit tretës dhe nxisin gjithashtu lëvizjet e rregullta të zorrëve. Uluntimet kanë treguar se karrotat ndihmojnë në largimin e krimbave nga zorrët. Ngrënia e tyre e gjallë mund të ndihmojë në këto raste. Edhe vaji i kokosit është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese. Një ilaç popullor në shtëpi, vaji i kokosit përmban veti qetësuese që mund të ndihmojnë në trajtimin e problemit. Vendosni vajin rreth zonës për të parandaluar krimbat femëror të lëshojnë vezët. Siguroni që nuk jeni alergjik ndaj këtyre produkteve dhe mund t'i përdorni në të mirë të shëndetit tuaj. Parazitët e zorrëve gjithashtu mund të lehtësohen me përbërjen e limonit dhe mentes. Një ndër mënyrat më efektive për trajtimin e krimbave të zorrëve është edhe përzierja e limonit me mente.
Mentet kanë veti të mira tretëse, kurse limoni shquhet për veprimin e tij antibakterial dhe antiparazitar. Prandaj kombinimi i tyre është ajo çfarë ju duhet në rast se keni probleme me parazitët intestinal. Përbërësit që ju duhen në këtë recetë janë: 2 lugë gjelle me mente të grirë, 1 gotë me 200 ml ujë, 2 kokra limoni dhe krip sipas dëshirës. Vendosni ujin të zjedhur dhe pasi të ketë marrë valën e parë, shtoni gjethet e grira të mentes. I lini të zjejnë për 10 deri në 15 minuta. Ndërkohë që mentet zjejnë, shtrydhni lëngun e limonit dhe lini në një enë më vete. Filtroni çajin e mentes dhe bashkojeni me lëngun e limonit. Sipas dëshirës mund të shtoni 1 maj lugë krip. Konsumojeni 2 herë në ditë, në mëngjes esëll dhe para se të flini gjumë. Ky trajtim mund të ndiqet sipas mundësisë së juaj, por mund të merrni edhe trajtime më të specializuara sipas shqetësimeve që mund të keni. Hudhra me mjaltë mund të jetë një lehtësues i problematikës suaj. Krahas trajtimeve të mësipërme, përzierja e hudhrës me mjaltë është ndër recetat e mjekësisë alternative që lehtëson problemet të zorrëve dhe problemet e parazitëve. Hudhra ka veti antibakteriale dhe antimikotike kundër një numri të madh të bakterieve dhe infeksioneve. Përbërësi i saj kryesor, alicin, lufton inflamacionet e zorrëve dhe rrit aktivitetin e florës bakteriale. Përzierja e hudhrës me mjaltë është një recetë ideale për të hequr qafe krimbat e zorrëve që ndikojnë në tretjen e keqe të ushqimit. Përbërësit që ju duhen në këtë rast janë 8 deri në 10 thelpi hudhër, 150 gram mjaltë dhe një vazu qelçi. Pasi të keni qëruar hudhrën, priteni në feta të holla dhe grini në rende. Bashkojeni me mjaltë dhe lini në vazun e qelçit për 3 deri në 5 ditë. Më pas mund të filloni ta konsumoni, këshillohet të hani 2 ose 3 lugë në ditë pas ngrënies. Por nëse gjendja juaj është kritike dhe vuani nga këto shqetësime, drejtohuni tek mjeku juaj për të marrë trajtimin më të specializuar, pasi këto receta janë alternative të cilat në kushte shtëpie, në bazë të përfitimeve mund të jenë edhe të vlefshme. Krimbat e zorrëve janë parazitë të vegjël që jetojnë në zorrën e disa kafshëve. Kafshët mund të infektohen me këta parazitë ndërsa kullosin në livadhe ose pinë ujë të kontaminuar. Ngrënia e mishit të pagatuar, mishit nga kafshët e infektuara është shkaku kryesor i zhvillimit të infeksioneve të krimbave të zorrëve të njerëzit. Edhe pse ato zakonisht shkaktojnë pak simptoma, mund të trajtohen lehtësisht. Ka raste mund të shkaktojnë edhe probleme serioze kërcënuese për jetën, citon health.com. Prandaj është e rëndësishme të dini simptomat e kësaj sëmundje si dhe të mbroni veten dhe familjen. Por cilat janë shkaqet e krijimit të krimbave të zorrëve? 6 lloje të krimbave mund të infektojnë njeriun. Ato zakonisht identifikohen sipas kafshës nga të cilat përhapen, si për shembull edhe ato që vijnë nga mishi i lopës ose mishi i derrit ose nga peshku. Krimbat e zorrëve kanë një cikël jetese me 3 faza: veza, larva dhe në fund të fazës ku krimbi mund të prodhojë më shumë vezë. Duke qenë se larvat mund të hyjnë në muskujt e infektuar, mund të preken nga ky infeksion kur hani mish të pagatuar ose një kafshë të infektuar. Ndodh që të infektoheni me krimba edhe kur ushqeheni në përgatitjen e ushqimeve të tjera nga një person i cili është infektuar më parë. Simptomat e krimbrave të zorrëve mund të jenë të përziera, dobësi, diarre, dhimbje barku, mungesë oreksi, lodhje, rënje në peshë, mungesë vitaminash dhe mineralesh. Në rastet kur ato nuk shkaktojnë asnjë simptom, shenja e vetme mund të jetë disi shirit i vogël në jashtëqitje. Në raste më të rralla, krimbat e zorrëve mund të shkaktojnë ndërlikime më të rënda, siç janë bllokimet e zorrëve. Nëse larva kalon zorrën, mund të shkojë në pjesë të tjera të trupit dhe të shkaktojë dëmtime të mëlçisë, të syve, të zemrës dhe në tru. Këto infeksione mund të jenë vërtet të rrezikshme për shëndetin tuaj. Nëse dyshoni se keni krimba të zorrëve, duhet të vizitoheni te një mjek. Ai mund t'ju kërkojë të bëni një analizë të jashtëqitjes për të identifikuar llojin e krimbit që mund të keni. Në raste më të rralla, mjeku mund të përdorë teste imazherike si MRI ose CT për të kontrolluar dëmtimet jashtë traktit digjesiv. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Informacionet në këtë video kanë vetëm për qëllim plotësim dhe informim.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.